My name is Bond, Kamil Bond 00355. Këtu ku shikoni, në këtë plazhin këtu është xhiruar para më shumë se 50 vitesh një sken nga filmi James Bondit një herë një kohë. Edhe është xhiruar fix këtu. Edhe ka bërë këtë ishullin, i cili nuk e kishte emrin ishull James Bondit, ka pat një emër vendas përpara, po ja vun emrin ishull James Bondit përpara, më mbrapa për shkak të atij. Xhiruar ajo skena është bërë e njohur në tërë botën që në 1974 dhe që atëherë kanë kaluar 50 e ca vite dhe njerëzit vazhdojnë edhe vinë këtu të vizitojnë këtë vendin e filmit Man with a Gun. Njeri me armë, dhe janë të gjithë me pistoleta në dorë, po të shohësh, ja, ky tipi këtu me pistoletë në dorë, ai tipi aty bën foto, pistoleta andej, pistoleta këtej. Ta ketë njëri reale nuk dim ne, po shi se ç'bëhet këtu. Super vend në përgjithësi, ka pëlqyer. Edhe ka dhe atë ishullim me si e gjetën ata në 74 në xhironin këtu, Hollywood.